pse si keni plotësu kushtet. Kjo që dëgjuat ishte gjuha vullgare, fyese dhe as pak e hishme e njërit prej menaxherëve të kompanisë turistike Arditi Tours, Albert Fazliut. I telefonuar nga redaksia për ditur se çfarë kushte të udhëtimit u ofrojnë ushtarëve të Kosovës si kompani fituese e kontraktuese të nderve të ndryshëm, menaxheri i kësaj kompanie Albert Fazliu u nervozua nga raportimet që po bëhen për kushtet as pak adekuate që po ofrohen ushtarëve tanë përmes transportit të tyre. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Apo bisedoj me dikën prej pronorëve të Arditi Tours? Orna. Jam Selimi, gazetar në Lajmi Net. Shpresoj mos më pengu fillimisht diçka. Orna. Dishta me të pyet për një video, është shpërndosh tash ushtarëve të FSK-s në autobusat që ju jeni kontraktuar domethënë prej Ministrisë Mbrojtjes për me i bartë dhe udhëtimin e tyre. Kushtet nuk kanë edhe çast mira qysh i dërguan ushtarët. Veç kisha dosh me ditë pse s'ka klima edhe pse janë në çato kushte domethënë ushtarët e forcës sigurisë. Sa vjen klima, çfarë është për djeshia nxënja? Ata thanë që na dohen klimat edhe nuk ka dritare. Po klima edhe nxejnë edhe ftof. Aty në ju duhet besojnë nxehta. Ja, kam. A fikir vitet sana. Klima është me ftof. E nxënja çu do për me nxej. Po, pse s'ka nxënje? Ja, ka nxënje. Ja, ata thanë që nuk ka nxënje. Pra kemi botha ankesa çdo herë, është 2.8 milion euro kontrata që e keni nënshkruar me Ministrinë e Mbrojtjes. Apo do më t'i dhonë gjysën të natyre? Jo, po pse si keni plotësu kushtet? Nuk të më tërë telefon. Arditi Tours është kompani turistike që prej vitesh shpërblehet me kontrata të majme nga Ministria e Mbrojtjes e Kosovës për transportin e ushtarëve tanë. Ngjashëm edhe në këtë vit, kjo kompani është zgjedhur përmes e prokurimit në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes për transportin e ushtarëve nga zona të ndryshme të Kosovës. Se kjo kompani është përfituese e miliona eurove nga shteti i Kosovës, u konfirmua për lajmin edhe nga Ministria e Mbrojtjes. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, kompania Arditi Tours ka përfituar kontratë në 2023 910.000 euro në kuadër të linjave për kazermat Prishtinë dhe Pomozotin. Në të njëjtin vit për disa linje të tjera prap kontratë 935.000 euro për kazermat Gjilan dhe Ferizaj, e në vitin që jemi mori kontratë hiq më pak se 690.000 euro për 2 vite. Pra për brenda pak viteve kjo kompani përfitoi hiq më pak se 2.500.000 euro. E gjithë kjo çështje nisi pasi në redaksitë e lajmit ka ardhur një video e cila shfaq gjendjen as pak të mirë të autobusëve të cilët bartin këta ushtarë. Të mbushur me ujë e me ambient të ftohtë e akull, ushtarët barten nga vendet përkatëse drejt kazermave. Të njëjtëve nuk u është ofruar as nxehtësia e nevojshme në këto ditë të jetë të ftohta. Autobusi kompanisë Arditi Tours i la ushtarët në gjendje të mirueshme që të udhtojnë, derisa nga Ministria e Mbrojtjes thonë se për këtë çështje nuk janë fajtor, ani pse paratë e shtetit janë dhënë pikërisht në kontrata të lidhura me këtë kompani. Madje sipas Ministrisë së Mbrojtjes, kjo çështje lidhet më tepër tani më me logjistikën e forcës së sigurisë së Kosovës. Nga Ministria thanë që për çështjet që lidhen me cilësinë e shërbimit, si kushtet e autobusëve gjatë transportit, është e nevojshme që të drejtohemi tek FSK Logjistika, respektivisht tek menaxheri i kontratës. Pra nga kjo kompani që do të duhet i ofronte kushtet më të mira për transportin ditore javor të ushtarëve, në fakt i lanë ata si mos më keq. E nga kjo kompani personi përgjegjës i saj nuk la gjë pa ofenduar, derisa në xhep tani më i kanë rreth 3 milion euro të shtetit. Padyshim se ushtarët e Kosovës janë të vetuar për të shërbyer këtij vendi me më të mirën të mundshme, por në situata emergjente e lufte e jo në ditët e zakonshme të përballen me kushte jo adekuate. Kushtet e tilla të mbajturit në të ftohtë i rrezikon ata padyshim dhe nuk le shije as pak të mirë të qytetarëve tek institucionet përgjegjëse, të cilët do të duhet të kujdeseshin që kushte të tilla të mos u ofroheshin kurrë. Kësaj derisa kompani turistike marrin miliona euro, ushtarët tanë lihen në autobus të mbushur me ujë, pa nxemje e në kushte krejtësisht jo adekuate.